Mos e shiko këtë video nëse nuk je gati të dëgjosh të vërtetën. Jo të gjithë janë gati të dëgjojnë atë që do thuhet këtu. Ka momente kur e vërteta nuk vjen për të bërë të ndihesh mirë, por për të zgjuar. Një situatë që mund të duket normale në sipërfaqe mund të fshehë diçka që nuk e ke parë deri tani. Ndonjëherë është më e lehtë të injorosh sinjalet se sa ti përballosh ato. Por nëse ndalon për një moment dhe e sheh më thellë, mund të kuptosh se diçka ka qenë aty prej kohësh. Pyetja nuk është nëse kjo është e vërtetë, por nëse je gati ta pranosh. Akrepi. Një situatë që e ke toleruar për shumë kohë mund të arrijë një pikë ku nuk mund të mbetet më siç është. Një veprim ose një mungesë reagimi nga dikush mund të bëjë të kuptosh se ajo që mendoje nuk është plotësisht e saktë. Nuk është një moment i rehatshëm, por është një moment që të jep qartësi. Në vend që të mbyllësh syt, përballja me këtë realitet mund të jap forcë për të bërë një ndryshim që e ke shtyrë. Binjakët. Një informacion që del në një moment të papritur mund të bëjë të rishikosh një mendim që e kishe të sigurt. Dikush mund të tregojë diçka që nuk përputhet me atë që ke besuar deri tani. Në vend që ta refuzosh menjëherë, një analizë e qetë mund të ndihmojë të kuptosh më shumë. Ka raste kur e vërteta nuk është ajo që dëshiron të dëgjosh, por ajo që të duhet për të ecur përpara. Luani. Një situatë ku ke qenë i sigurt në vetvete mund të sfidohet nga një reagim i papritur. Dikush mund të mos e shohë gjërat si ti dhe kjo mund të bëjë të reflektosh. Nuk është një dobësi të pranosh që diçka nuk është ashtu si e kishe menduar. Në fakt, kjo është ajo që të jep avantazh. Nëse e sheh këtë moment si mundësi dhe jo si sulm, mund të dalësh më i fortë. Peshqit. Një ndjesi që e ke pasur prej kohësh mund të fillojë të marrë formë më konkrete. Diçka që nuk e ke thënë me zë të lartë mund të dalë në sipërfaqe përmes një situate ose një personi. Ky nuk është një moment për ta shtyrë më tej. Nëse e përballon këtë ndjenjë dhe nuk e injoron, mund të kuptosh një të vërtetë që të çon drejt një drejtimi më të qartë. Nëse kjo video të bëri të mendosh ndryshe, mos harro ta mbështesësh me një like. Për këtë video, shkruaj në koment fjalën e vërtetë nëse ndjen se diçka që dëgjove lidhet me ty. Bëj edhe subscribe në Zëri i Universit për të mos humbur mesazhet që mund të bëjnë diferencën.